në këtë edicion do të ndiqni. Në pikën kufitare në Merdare, sot kanë arritur 7 trupat dhe 2 të tjerë të cilët janë ribashkim që i takojnë masakrës së kryer nga forcat serbe në Rezall. Objekti qendrës së mjekësisë familjare në Çabrat, i mbyllur kohë më parë, është planifikuar të shfrytëzohet nga institucioni parashkollor Ganimeta Tërbeshi. Banorët e lagjes Alibra në Gjakov vazhdojnë të shprehin shqetësimet e tyre për deponinë e mbeturinave. Ata thonë se qeverisë shkojnë e vinë, por mbeturinat këtu as nuk hiqen e as nuk zgjidhet problemi i tyre. Përshëndetje, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Në pikën kufitare në Merdare, sot kanë arritur 7 trupat dhe 2 të tjerë të cilët janë ribashkim që i takojnë masakrës së kryer nga forcat serbe në Rezall. Instituti i Mjekësisë Ligjore do të ekzaminojë sërish këta trupa, e më pas do të organizohet ceremonia e varrimit. Në pikën kufitare në Merdare kanë arritur sot 7 trupat dhe 2 të tjerë të cilët janë ribashkim që i takojnë masakrës së kryer nga forcat serbe në Rezall. Instituti i Mjekësisë Ligjore do të ekzaminojë sërish këta trupa e më pas do të organizohet ceremonia e varrimit. Me këtë rast, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se kanë për detyrë që para Serbisë të këmbgulin për drejtësi dhe të dihet për fatin e mbi 1600 personave të zhdukur. E madhe është dhimbja kësaj dite, i dhimbshëm dhe i ftoftë ky ritakim i familjarëve, nuk ka fjalë që mund të plotësoj boshllëkun për më të dashurit e juaj. Masakra në Rezall është dëshmi e gjenocidit në Kosovë, sot pas 22 vjetësh në u kthyen persona që ishin groposur në Kizhevak të Serbisë, ka thënë Kurti, duke shtuar se qeveria jonë është duke ndërmarrë gjitha hapat për drejtësi për viktimat që në të ardhmet mos përsëriten kurrë këto krime. Ndërsa kryetari Skenderajt, Bekim Jashari, ka thënë se këta trupa po kthehen sërish në vendinjen e tyre. Ai ka bërë thirrje që bashkësia ndërkombëtare të bëjë presion ndaj Serbisë që të tregojë për vendodhjen e personave të pagjetur që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Masakra aprillit të vitit 1999 rikthehet sot në kujtimet e tmeshme me varrimin e 7 trupave dhe 2 ribashkimeve, është thënë me këtë rast. Sot në Bruksel është arritur marrëveshja Kosovë-Serbi në lidhje me reciprocitetin për targa. Janë pikërisht qytetarët e Gjakovës ata që kanë dhënë opinionet e tyre në lidhje me këtë temë. Të ndjekim materialin e përgatitur. Dihet tashmë se Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje në Bruksel në lidhje me reciprocitetin për targa. Marrëveshja është arritur pas 2 ditëve intensive të diskutimeve. Kështu kishte thënë përfaqësuesi special i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Pikërisht për këtë temë kanë ndarë opinionet e tyre disa nga qytetarët e Gjakovës. Vlerësoj për momentin mirë me i largu sa do godë situatën çfarë është politikë e tensionuar, kështu që po pas kohë dikur sigurisht do të vendosin edhe në favorin e më mirë për çështjen e Kosovës. Mirë së bon që u morën vesh e mos me plas lufta. Se ishin pikpyetje se deshte me bisedu me ambasadorin e Kinës, deshte me taku me ambasadorin e Rusisë, po e shpalli veten se jam i smur. E si duket Amerika jo ka kërcënu se mos e dhes luftën, se me të vetë kemi kanë një krizë. Kosova më mirë ka bon, si ja ka bo të koja kanë bo këta. Sa e në shku duke me jek tablat e, aty në me qitë tablat e Serbijës, Kosovarve. Do një punë e mirë, mos më shku deri te marrëkesja, ma në fund është mirë, ma merr mendje që është mirë. E një prej tyre nuk u pajtua me këtë marrëveshje. Targat së lufta si heq me simbol Serbisë, si që kanë vendosur reciprocitetin më përpara. Do më thonë, ata me në njohë, ne po dhe në ata. Por ndryshe, unë s'mendoj si jo mirë. A mo është mendimi atynis që janë në pushtet. Rikujtojmë se kjo marrëveshje arritur mes Kosovës e Serbisë për targat pritet të hyjë në fuqi të shtunën me 2 tetor të vitit 2021.
Objekti qendrës së mjekësisë familjare në Qabrat, i mbyllur kohë më parë, është planifikuar të shfrytëzohet nga institucioni parashkollor Ganimetet Tërbeshi. Nga shefi i arsimit në Gjakov është bërë e ditur se janë duke u bërë përgatitjet për rifunksionalizimin e këtij objekti për veprimtari të re. Objekti ambulantës së mjekësisë familjare në Qabrat pritet të bëhet paralele institucionit parashkollor Ganimetet Tërbeshi. Kjo pas vendimit të kryetarit në detyrë Ardian Gjini, i cili ka bartur kompetencat administrimit të këtij objekti tek Drejtoria Komunale e Arsimit. Zymber Berisha, shefi i arsimit në këtë drejtori, tregoi se cilët janë hapat e ardhshëm që do të ndërmarrë Drejtoria Komunale e Arsimit në raport me këtë objekt dhe dy objektet e tjera, për të cilat vetë se ka përfunduar faza e inventarizimit. Në Orizë veç ka përfunduar objekti, është i gatshëm. E njëjta do të ndodhë dhe me Novosel, sepse në Angel John Novosel vetëm qerdhja është e gatshme, edhe aty vetëm bëhet inventarizimi dhe pastaj është e gatshme që të filloj punën. Sa i përket qerdhës në Qabrat, që ju flisni konkretisht për ish AMF-n në Qabrat, e cila ka qenë në pronë të Drejtorisë së Shëndetësisë dhe të Mirëqenies Sociale, tani është në pronën tonë, pra pronarës të Drejtoria e Arsimit atij objekti, dhe punimet po vazhdojnë që ai objekt sa më parë të adaptohet, po bëhen renovimet brenda që të jetë e gatshme për të fillu punën si qerdhe. Do të thotë që jam i bindur se punimet vetëm janë në vazhdim e sipër, në afatin rekord, akoma pa u kompletuar ato të tjerat me inventar dhe kjo do të jetë e gatshme për inventarizim. Shtimi i këtyre objekteve eventualisht do të rrisë edhe numrin e stafit edukativ që tashmë janë në listën e pritjes. Fati mirë është që neve kemi në listat e pritjes edukatorët të cilat janë në listë e pritjes, sepse nga konkurset paraprake kemi pasur edukatore, kandidat të cilët i kanë kaluar të gjitha procedurat e konkursit, edhe janë të gatshme të fillojnë punën. Edhe në objektet e kopshteve aktuale është planifikuar të investohet për të pasur më tepër cilësi në edukimin e hershëm, përfundoi Zymberi. Banorët e lagjes Sali Ibra në Gjakov vazhdojnë të shprehin shqetësimet e tyre për situatën që është këtu si pasojë deponisë së mbeturinave. Ata thonë se qeverit shkojnë e vinë, por mbeturinat këtu as nuk hiqen e as nuk zgjidhet problemi i tyre. Djegja mbeturinave në lagjen Ali Ibra e ashtu quajtur kolonia ndodh tash e sa vjet dhe disa herë në vit. Këto dëshmojnë edhe pamjet të filmuara vit pas viti nga mediumi ynë. Të djegura ose të pa djegura, gjithë kjo sasi e madhe e mbeturinave që është mbledhur këtu, padyshim që përbën rrezik për shëndetin publik të qytetarëve të Gjakovës. Ajo që duket edhe përmes pamjeve të filmuara sot këtu është një mal me mbeturina. Banorët e kësaj lagje vazhdojnë të shprehin shqetësimet e tyre për situatën që është këtu. Kjo deponi e mbeturinave është një problem që prej vitësh nuk po gjen zgjidhje. Banorët thonë se vit pas viti kanë drejtuar ankesa dhe kërkesa në institucionet lokale dhe qendrore, por që deri më tani ato nuk janë realizuar. U bën që 4 vite, 4 edhe 4 tas e tjetër të u bën 8, asnjëherë, as kur gjë s'kan bë. Është marrë që dolën në televizion dhe thojnë e kena ndësh këtë rrugë, kena ndësh atë rrugë, kena asfaltu filan vend, kena boli lysh në filan vendin. Po na shka jemi mërë këtu? Shka jemi na këtu? Sa ka pi lagje, pi qytetit? Nuk i kemi as 1 kilometër pi qytetit. A thu se ku t'ishin ata me rënu këtu, a kishin mujt ata kështu me rënu. Podrimja tha se këtu mbeturina jo vetëm që shkaktojnë dëm të pariparueshëm për shëndetin e tyre, por jeta është bërë e padurueshme. Kjo rrezik për fëmijë e për jetën tonë na ka mërzit jetën që me i krejt për këtu. S'po kem ka me majtë dhe ka se nuk kisha ndaj 2 minuta, nuk kishim ndaj këtu. Rrezik për qenve, irët për logit, pa pastërti, në jetën në ka bo shumë mërzisht të neve këtu. Pastrimi e vërtet është që është bo, po çka i përket gjatë kohës, tonë kohën gjuhën qëtu mbeturinat. Na do dalim me gra, me fëmijë, e me kaj do të blokojmë rrugën që i mo nuk do tjetë hedhja mbeturina këtu heq. A një të nga përdorë si gjoker neve, a shka është të mpytje. Qeverit shkojnë e vinë, por mbeturinat këtu as nuk hiqen e as nuk zgjidhet problemi i tyre. Andaj kërkesa vetme e banorëve të këtushëm është të bëhet pastrimi i kësaj pjese dhe një herë mirë të jetojnë në një mjedis të pastër dhe jo të ndihen të rrezikuar nga ndotja ekologjike. Ata mbesin me shpresën që pas shumë e shumë dekadash, kërkesat e tyre të mos bien në vesh të shurdhër.
Pronarët e bizneseve në rrugën Nën Tereza në Gjakov kanë adresuar një shqetësim lidhur me daljen në sipërfaqe të ujrave të zeza, si dhe kundërmimin e tyre. Me të marrë këtë informat, kompania rajonale ujësjellësi Gjakova ka dalur në teren për sanimin e këtij defekti. Për të naftuan, por para kamerës hezituan të flesnin. Kërkesa e pronarëve të bizneseve në rrugën Nën Tereza në Gjakov u përfill sot nga kompania rajonale e ujësjellësit Gjakova. Ekipi sanues doli në teren për të zhbllokuar kanalizimet të cilat sipas banorëve ka më shumë se një javë që po kundërmojnë. Ndërkaq, Dafina Syladina, zëdhënëse në këtë kompani, tha se sapo kemi marrë këtë informacion, kemi dërguar ekipin për intervenim të menjëhershëm. Sapo kemi marrë vesh që kemi problem me kanalizim në rrugën Nën Tereza, bëhet fjalë për 2 poseta saktësisht, për rrjetin sekundar të kanalizimit. Ekipa jonë, siç edhe e keni parë, menjëherë kanë intervenuar duke bërë zhbllokimin apo debllokimin e këtij kanalizimi. Sa herë që jemi tek problemet me kanalizim, e kemi stërthënë dhe vazhdojmë ta stërthemi që e gjitha kjo varet shumë nga vetëdijsimi i qytetarëve. Asetet e kanalizimit apo kanalizimi vet nuk është shport e mbeturinave. Gjërat inerte, gjërat të trasha, të ngurta, të mëdha nuk mund të derdhen në rrjetin e kanalizimit, sepse normalisht e bllokojnë kanalizimin dhe si pasojë vijmë deri tek ky problem. Duke i shtuar kësaj që shumica e ndarjeve nuk janë bërë siç duhet, duke filluar që nga shumë ndërtime, pra ndarja e shirave atmosferike nga kanalizimi fekal, edhe kjo e stër nga rrjetin e kanalizimit dhe si pasojë vijmë deri tek bllokimet e kanalizimeve. Dhe njëherë Syla përcolli porosinë e njëjtë të qytetarët, që të kenë kujdes të mos i cilësojnë kanalizimet si shport mbeturinash, sepse vetëm në këtë mënyrë do të shmangin këtë dukuri. Katër raste të vdekjes dhe 45 raste të reja pozitive si pasojë e COVID-19 janë regjistruar në 24 orët e fundit në Kosovë, ndërsa në spitalin e Gjakovës aktualisht janë 13 pacientë që rezultojnë pozitiv me këtë virus. Në raportin e publikuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, është bërë e ditur se në 24 orët e fundit janë testuar 3380 mostra, ku 45 nga to kanë rezultuar pozitive me COVID-19. Ndërsa në këtë periudhë kohore, 4 pacientë nuk ja kanë arritur ta fitojnë betejën kundër virusit korona. Shifër e lartë të shënuar në numrin e vaksinimeve të regjistruara në 24 orët e fundit, ku janë administruar 15.910 doza të vaksinës. Shifër kjo që ka dërguar numrin total të vaksinave të administruara në nivel vendi në 1.328.825 doza. Në raportin e spitalit të përgjithshëm i Zagrezda në Gjakov, bëhet e ditur se aktualisht në këtë institucion shëndetësor, trajtim për COVID-19 po marrin 20 pacient, ku 13 prej tyre janë të konfirmuar pozitiv, 4 janë të konfirmuar negativ, ndërsa 3 pacient janë ende të pakonfirmuar. Tutje bëhet e ditur se nga këta pacient të hospitalizuar, 12 nga ta po marrin trajtim me oksigjenoterapi. Ndër të tjera bëhet e ditur se gjatë 24 orëve të fundit janë pranuar 3 pacientë si të infektuar me COVID-19, ndërsa një pacient është liruar pasi që ka rezultuar si i shëruar nga ky virus. Në mesin e pacientëve të hospitalizuar, prej tyre 7 janë shtetas të Shqipërisë. Në qendrën e vaksinimit Femia Gani në Gjakov, është duke vazhduar imunizimi qytetarëve me vaksinën anti-Covid. Profesionistët shëndetësor thonë se janë duke i aplikuar që të 2 dozat e vaksinës. Procesi i vaksinimit po vazhdon në qendrën e vaksinimit Femia Gani në Gjakov. Gjithçka po shkon sipas rendit dhe qetësisë. Mjekët në këtë qendër thonë që po administrohen si dozat e para ashtu edhe dozat e dyta. Po administrohen edhe dozat e para edhe dozat e dyta, nuk ka po them ashtu një diferencë shumë e madhe midis dozave të para dhe dyta, mirë po për shkak që shumica e qytetarëve pothuajse të gjithë i kanë përfunduar dozat e dyta, tash po paraqitet qytetarët e interesuar për dozat e para, cilat nuk janë vaksinuar më parë, kuptohet. Hezitimi nga vaksinimi të qytetarët është zbehur, kështu tha për televizionin Syri mjeku Arjanit Zajmi, njëherët edhe specializant i neurologjisë.
Nuk po ekziston ashtot një hezitim siç ka ekzistuar në fillim, pra në fillet e para të fillimit të procesit vaksinimit. Tashmë qytetarët kanë filluar dhe mu vedisu dhe mu ndërgjegjësu për rëndësinë e procesit të vaksinimit dhe për rëndësinë e vaksinimit si metoda kryesore parandaluese ndaj infeksionit me COVID-19. Qytetarët që takuam në qendër të vaksinimit po vaksinohen kryesisht me dozat e para. Jo me morë dozën e parë, se kum pas pak trem, ama tash në rregull jam edhe marrë me morë. Kum pas punë tjera me shku në Kroaci me morë, po s'kom ujtë me shku atje, tash kom marrë të. Si kom 2 në shtetësi. Ju kisha lutë krejt popullit me marrë vaksina se vetëm na shqiptarët nuk jemi njerëz më të që në botë, krejt bota i merr, edhe na duhet me marrë. Në këtë qendër po punohet me orare të njëjta nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 20 dhe çdo ditë të javës. Shoqata sindikale e pensionistëve në Gjakov vetëm edhe sot do të mund të qëndrojnë në zyrën e tyre në të cilën prej kohësh kanë ushtruar veprimtarinë. Kjo për faktin se një person ka blerë me procedura të rregullta hapësirën e zyrës në fjalë. Federata Sindikale e Pensionistëve në Gjakov, e themeluar në vitin 2003, ende sot po përballet me problemin e një vendi se ku të vendosen. Ani pse, ata thonë se është bler objekti me mjetet e fondit pensional të pensionistëve në Gjakov. Dhe në kontratën për shitblerjen e objektit në fjalë, thuhet se lokali do të shfrytëzohet për nevojat e shoqatës së pensionistëve dhe invalidëve të punës në Gjakov. Mirë po ata nuk kanë pasur asnjëherë qasje në këtë objekt. Kryetari i kësaj sindikate Esat Ersyli është shprehur se nëse nuk gjendet një zgjidhje në muajin shtator, ata janë të detyruar ta lirojnë zyrën, ku janë të vendosur momentalisht e cila është blerë. Qëse nuk gjojmë në një zgjidhje, na muim, duhet përshu objekte pa tjetër. Nuk na ka hije neve të lypim objekte poshtë për pjetë. Kur e kemi objekte. Që kjo objekt është edhe joni. E tashti, këta muim më thirë shoqata, këta atjerë janë thirë shoqata të që në organizat, që të tëtë për pensionistët e Gjakovës. Na jemi pensionistët. Bili që ka thonë e i pari, na jemi ata kontribut pagusit, na jemi ata që kemi dirë mjetën fond. Jo na qëtash, po generatat para nesh. Ndërsa nga ana tjetër kryetari i organizatës komunale të pensionistëve Shefqet Morina, thotë se duke u bazuar në qëndrimin e lidhjes së pensionistëve të Kosovës, organizatën sindikale të pensionistëve e trajtojnë si organizatë inekzistente. Ne me që në vitin 2010 me shkrim ju kemi përgjegjë në mënyrë negative se ata nuk kanë të drejtë të shfrytëzojnë hapësirat tona në emër të ashtu quajturës sindikat të pensionistëve. Për ne ata janë organizatë që inekzistente dhe këte po thonë duke u bazuar në qëndrimin që kemi marrë nga lidhja e pensionistëve të Kosovës. Sindikata e pensionistëve të Gjakovës me një kërkesë ju ka drejtuar dhe kryetarëve të komunës për vite me radhë, por kjo ka rezultuar pas një zgjidhje. Ekipi nëpërmes emailit ka kontaktuar zyrën për informim në komunën e Gjakovës për të marrë informata të detajuara lidhur me këtë çështje. Përgjigjja e tyre ishte kjo. Kryetari i komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, është takuar me përfaqësues të Federatës Sindikale të Pavarur të Pensionistëve dhe Invalidëve të Punës së Kosovës, zyrës së Gjakovës. Ai ka përmendur që komuna do t'ju ndalë në ndihmë atyre dhe së shpejti do t'ju bëjë një zgjidhje të përshtatshme. Federata Klubi futbollistik Vllaznimi ka mposhtur Drenasin me rezultat 1-2. Kjo është fitoria 5-3 e kuqezinjëve të cilët vazhdojnë të ruajnë kreun e tabelës. Në ndeshjen e zhvilluar në Drenas, në kuadër të gjyrës së 6 të Ligës së Parë të Futbollit të Kosovës, skuadra e Vllaznimit përmes përmbysjes së rezultatit ka arritur ta shënojë fitoren e 5-3, duke ruajtur kështu kreun e tabelës në Ligën e Parë me 16 pikë të grumbulluara. Skuadra vendase Drenasi ishte ajo që fillimisht kaloi në avantazh, por më pas golat e shënuar nga Florin Berbatovci dhe Enbia Shehu ja sollën Vllaznimit 3 pikat e radhës.
Në gjyrë në 7 të kësaj lige, skuadra e vllaznimit e pret Trepçën 89 që është ndjekësi më i afërt i vllaznimit për kreun e tabelës, kurse Drenasi takohet me Besën, skuadër kjo që aktualisht gjendet në pozitën e fundit në tabelë me vetëm 1 pikë të grumbulluar. Në kuadër të javës evropiane të sportit, shoqata Iniciativa e të Verbërve në Gjakov ka mbajtur turne të shahut, po ashtu kjo shoqatë sot ka pranuar edhe një donacion të dhuruar nga zyra e kryeministrit. Shoqata Iniciativa të Verbërve në Gjakov ka mbajtur turnen e sportit në shahut. Kryetari i kësaj shoqate, Mark Pietraj, tha se ky aktivitet u organizua në kuadër të javës evropiane të sportit. Pjesëmarrës ishin shahis nga Iniciativa Pavare të Verbëve të Kosovës dhe Gjakovës, si dhe shoqata Shurdh Mehmeceve. Në javën evropiane të sportit, shoqata Iniciativa Pavare të Verbëve në Gjakov sot po organizon turneun e shahut Gjakova Evropiane. Në këtë turner po marrin pjesë shahis të verbër nga Iniciativa Pavare të Verbëve Kosovës, Iniciativa Pavare të Verbëve të Gjakovës dhe nga shoqata të Shurdhëm në Gjakov. Turnir do të luhet në sistemin eliminues, po ashtu edhe për vendin e parë e kemi parapash problem. I pranishëm ishte edhe kryetari i shoqatës Iniciativa Pavare të Verbëve të Kosovës, Halil Kurmehaj, i cili tregoi se sot kanë sjellë në Gjakov një donacion të dhuruar nga zyra e kryeministrit. Si Iniciativa Pavare të Verbëve të Kosovës në Prishtinë, kemi delegu një pjesë të donacioneve që na i ka dhuru UN Women për degën në Gjakov, po ashtu këtu përmbajnë kompjuter dhe gjitha elementet e nevojshme për punë, për zyrë, po ashtu kemi pru edhe pajisjet e nevojshme higjienike, edhe një mbështetje na ka ofruar zyra e kryeministrit për servise të mirë edhe sekretari i qeverisë sa i përket organizimit të transportit vajtjarë Prishtinë-Gjakov-Gjakov-Prishtinë. Herolin Gashi, udhëheqësi i Departamentit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit nga Ministria e këtij sektori, tha se qysh në moshë të vogël e luajnë lojën e shahut dhe është e rëndësishme si lojë për të. Unë pej moshës 6 vjeçare e luaj shahin. Shahi është shumë lojë e mirë. Shahin e luajnë edhe personat me hapësi kufizune të gjithë. Vendin e parë të këtij turneu e fitoi Hazir Cikaçi, në vendin e dytë Bayram Gashi. Tutja të ashtuan se aktivitetet e tyre nuk do të ndalen dhe se do të vazhdojnë edhe në ditët vijuese. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Pare se të ndajemi, të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore që kishim në këtë edicion. Në pikën kufitare në Merdare, sot kanë arritur 7 trupat dhe 2 të tjerë të cilët janë ribashkim që i takojnë masakrës së kryer nga forcat serbe në Rezall. Objekti qendrës së mjekësisë familjare në Çabrat, i mbyllur kohë më parë, është planifikuar të shfrytëzohet nga institucioni parashkollor Ganimeta Tërbeshi. Banorët e lagjes Alibra në Gjakov vazhdojnë të shprehin shqetësimet e tyre për deponinë e mbeturinave. Ata thonë se qeverisë shkojnë e vinë, por mbeturinat këtu as nuk hiqen e as nuk zgjidhet problemi i tyre. Kjo ishte gjitha që kishim përgatitur për këtë edicion qendror të lajmeve. Ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me televizionin Syri dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.